Nëse të gjithë ju, të parët dhe të fundit, njerëzit e xhinët do të jenë në një vend të vetëm, pra në një shesh të vetëm, me miliona, me miliarda, dhe do më kërkonin mua, dhe Allahu xhalla wa ala u jep të gjithë dhe në një moment, në një sekond, atë i përgjigjet lutjes së tyre dhe kërkesës së tyre subhanahu wa taala. Atëherë kjo gjë nuk pakson prej asaj që është tek mua, pra prej depove të mirësisë, të xherit, të bereqetit, të pasurisë së Allahut subhanahu wa taala, ashtu sikurse nuk mundet që ajo gjilpëra që futet në det të marrë nga uji, të paksojë nga uji i detit. A mundet? Asgjë. O robërit e mi, këto janë thjesht punët tuaja, të cilët unë i ruaj për ju, të cilët unë i llogaris ato. Dhe pastaj ju shpërblej për to. Ai që gjen të mirën, pra shpërblimin e mirë, le të falënderoj Allahun për këtë mirësi, sepse ky sukses është prej mirësisë së Allahut subhanahu wa taala, prej mëshirës së tij. Wa man wajada ghayra dhalik, dhe ai që gjen diçka tjetër pra të keqen, të mos qortojë vetëm se veten e tij. Pra këto vepra i ka për vetes së vet, jo për Allahut subhanahu wa taala.